Shkohet të bëjmë një bisedë sa politike dhe ekonomike, do të flasim konkretisht për samitin e 16 majit. Çfarë do thot për Shqipërinë, çfarë përftoi dhe korri Shqipëria nga ky samit, i cili solli jo pak, po 47 lider politik të Bashkimit Evropian në vendin tonë. Me në thelb temën kryesore sigurinë, por sigurisht nëse flasim për gjithçka është diskutuar që nga ai moment, që nga ajo ditë kur Shqipëria u bë vend pritës, në një samit i cili do ta themi ishte i pari asaj natyre për Ballkanin dhe për vendin tonë, i referohemi ndoshta edhe një takimi të fundit që Macron ka bërë në një forum ekonomik ku ndalë dhe foli për udhëheqjen e Shqipërisë edhe për përgëzimin që i bënte kryeministri. Nëse kjo është një formë e përftimit të Shqipërisë apo Shqipëria do të ketë edhe eleme të tjera të shtuara gjatë rrugës, të cilat i merr nga ky samit i 16 maj. Diskutimin ndërtoi me Emilio Çikën, pedagog i marrëdhënieve ndërkombëtare. Emilio, mirëmëngjes. Kënaqësi së bashku në pamje të parë. Ky samit vetë organizimi i tij duket një fitore për vendin tonë, po se çfarë ne marrim pas për qytetarët, do duhet ta kuptojnë me kalimin e ditëve dhe javëve. Çfarë mund të shikoni, është komuniteti politik evropian më shumë i përket natyrës së një forumi politik, ku të gjitha vendet, 47 vendet ashtu siç edhe ju e përmendët, blidhen në përgjithësi për të diskutuar si me njëra tjetrën, ashtu edhe për të hedhur platforma për takimet e radhës, apo edhe sugjerime, apo edhe do thoshja propozime politike të caktuara, por që nga ana tjetër duhet thënë dhe duhet theksuar që nuk janë detyruese për vendet anëtare. Është një forum politik i cili fatmirësisht për Shqipërinë u zhvillua brenda vendit tonë dhe në radhë të parë kjo sell atë që Shqipëria në arenën ndërkombëtare. Pra është një dritare ku Shqipëria shihet si në atë që është Bashkimi Evropian, është një pjesë e këtij komuniteti, se janë edhe 20 vende të tjera, si edhe në këto vende të dyta, të cilat gjithashtu fokusin e kanë patur edhe ato në Tiranë ditët e javës së shkuar. Nga ana tjetër, ashtu siç edhe përmendë, është komuniteti politik evropian në tërësinë e tij i fokusohet asaj që është siguria në tërësi. Dhe nëse do shohim edhe panelet të cilat u diskutuan, janë 3 kryesisht, apo tematikat të cilat u diskutuan ishin për sigurinë në tërësi brenda kontekstit geostrategjik, rolit të Bashkimit Evropian, rolit të vendeve anëtare të këtij komuniteti në lidhje kryesisht me atë që është rreziku nga vendet e treta dhe kryesisht asaj që është konflikti në Ukrainë apo lufta në Ukrainë. E dyta ka të bëjë me atë që ishte siguria ekonomike, dhe e treta me ato që janë mobilitetet apo shkëmbimet apo roli i arsimit në brenda këtyre vendeve, apo edhe shqetësimet kryesore apo tematikat apo roli edhe i inteligjencës artificiale në vazhdimsi. Kështu që në këtë kuadër ose këto ishin kryesisht tematikat e vetë komunitetit apo e diskutimit. Nga ana tjetër, është një forum, ndaj e përmenda që është një forum ku shfrytëzohet për takime si dypalshe të liderëve të cilët janë pjesëmarrës, ashtu edhe për të përcjellë mesazhe të caktuara si në aspektin e vetë komunitetit, ashtu edhe në aspektin akoma në rastin e Shqipërisë të një vendi i cili është si mikpritës, po ashtu edhe tregon edhe atë që është një vend me përmasa të tilla, edhe pse është i vogël, për të krijuar evenimente të tilla të kësaj natyre. Që të bëjmë atë ndarjen, është Shqipëria një aktor politik në arenën evropiane apo thjesht një mikpritëse e mirë? Apo në këtë rast kemi të bëjmë me të dyja? Në radhë të parë ishte vendi në të cilën sipas radhës duhet të kishte pritjen e radhës. Herën tjetër do jetë në Danimark, takimi, kështu që është sipas një përzgjedhjeje dhe një agjende të caktuar se ku do jenë takimet. E dyta, ajo që është, siç u thash edhe më parë, e rëndësishme për Shqipërinë është fakti se si e organizon takimin, rolin që nxjerr në pah në takime të tilla, apo në fund të fundit edhe atë që është mbarvajtja e takimit. Por edhe mesazhet të cilat mund të dalin, se mund të referohemi në të ardhmen, që mesazhe të tilla kanë dalë nga forumi i Tiranës, apo edhe takime të rëndësishme të kryeministrit, apo që janë në funksion dhe në shërbim të Shqipërisë me lider evropian, ashtu siç ishte takimi me kryeministrin britanik, me presidentin francez, apo edhe me lider të tjerë.
me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, ku dolën mesazhe të caktuara. Për shembull, nëse publiku ka ndjekur, do vë re që gjatë takimit pati dhe mini takime apo agenda të vogla të liderëve europian, apo edhe presidentit të Ukrainës, të cilët ngritën shqetësime apo tematika të cilat lidhen me konfliktin dhe luftën në Ukrainë, apo edhe për shembull telefonatën që patën apo një telefonat të përbashkët që patën me presidentin Trump për atë që do ishte jetë e ardhmja e konfliktit apo se si do menaxhohet në vazhdimsi konflikti apo edhe ato që janë takimet apo edhe një telefonat e rëndësishme që është e ditës së sotme të presidentit Trump me presidentin Putin edhe më pas me presidentin Zelenski. Pra në këtë kuadër dhe brenda këtij takimi dalin disa rezultate të cilat në fund të fundit i referohen edhe Shqipërisë në aspektin e vëndit pritës, apo edhe do thoshja në aspektin e një vëndi i cili ka kontribuar dhe sa do pak, apo do thoshja objektivisht si një vënd i cili edhe për masat e ti të vogla, ka një rëndësi, do thoshja, të vlerësuar edhe nga liderët europian, e cili erdi apo u tha dhe nga vetë goje tyre. Ndonjë nën tekst diplomatik pjesëmarrja e gjithë atyre liderëve në Tiranë, ndonjë sinjal për Rusinë, ndoshta Ballkanin, ndoshta për Amerikën? Shiko, mesazhet janë ose ato të cilat ne mund të lexojmë dhe ato të cilat ne kemi parë dhe kanë qenë publike, sigurisht kanë qenë me fokus Ukrainën. Në lidhje me atë që është aspekti i sigurisë europiane, ka patur takime të rëndësishme, madje në atë ditë që bëj samiti këtu, ka patur diskutime të rëndësishme në Turqi, madje edhe presidenti Erdogan në të njëjtën kohë edhe presidenti i Ukrainës erdhi nga Turqia në Shqipëri, sepse ishin takimet e nivelit të lartë dy palësh që në fund nuk rezultuan që nuk qenë të nivelit të lartë në Turqi, me gjithatë ishte një takim i cili odhi bazat e para, ndoshta për një marrëveshje të mëtejshme ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë. Por, ajo që është e rëndësishme është që, siç u thash, komuniteti politik evropian jep mesazh, edhe pse nuk janë në fund detyruese për shtetet anëtare apo që janë të detyruara të ndjekin në mënyrë, do thoshja, ligjore, brenda akis, rezultate të cilat dalin nga ky forum. Po dhe publiku shqiptar shumë i vëmendshëm për të parë pritjen që do të bënte i zoti i shtëpisë, i konfirmuar dhe në 11 maj për një mandat 4 të gjithë liderëve të Bashkimit Evropian, pritja që i bëri cilido prej tyre qoftë në dorështrëngim, por edhe për disa prej tyre pati një përzemërsim më shumë të shprehur. Marrim rastin e Melonit, ku shohim që kryeministri gjunjëzohet teksa e pret. Shikoni. Një show me cilin jemi mësuar, apo tregon diçka si jemi në raport? Duhet thënë që politika është simbolik, ose në një pjesë të mirë është simbolik. Pra, përse i gjujëzojmë në Italisë nëse është simbolik? Fakti është që marrëdhëniet e mira të Shqipërisë tradicionalisht me Italinë kanë qenë aty, janë aty, ka qenë një mbështetje e madhe e Italisë kundrejt Shqipërisë, ashtu siç edhe vazhdon të jetë, si në atë që është integrimi evropian, ashtu edhe në proceset të tjera të ndihmës politika apo edhe mbështetjes financiare kundrejt Shqipërisë. Nga ana tjetër ka një marrëdhënie të veçantë e pranuar në aspektin e politik ndërmjet dy liderëve, kryeministrit Rama edhe kryeministres Meloni. Ka një marrëveshje e cila është në zbatim e sipër për kampin e refugjatëve, e cila është një model që po zbatohet në Shqipëri, por që po studiohet edhe nga vendet të tjera europiane si një model për të përdorur, jo në Shqipëri, por për të përdorur në vendet të tjera. Rrjedhimisht ka, siç u thash, takimit apo takimet edhe siç ju e përmendët të kryeministrit Rama me liderët e tjerë ishin të gjitha të ngrohta, duhet thënë, akoma më tej ndoshta ndonjëherë duke qenë forume të tilla të cilat nuk janë strikt brenda asaj agjendës të një korniza, lejojnë edhe ndonjëherë tejkalime të, do thoshja, të vogla, të cilat tejkalojnë atë që është agjenda apo edhe protokolli zyrtar.
Në konferencen për media, gjatë takimit me kryeministrin britanik, u ndalën pak edhe tek një ndoshta marrëveshje mundshme e ngjashme me Italinë midis Shqipërisë dhe Britanisë së Madhe, dhe besoj e pa që kryeministri Rama tha që besën, fjalën ja kemi dhënë vetëm Italisë. Mos ndoshta pas këtij samiti dhe pas tyre takimeve që Rama ka zhvilluar me liderët evropian, mund të kenë ndonjë zgjerim të këtyre bashkëpunimeve? Shikoni, takimi me kryeministrin britanik në radhë të parë ishte para forumit, që do të thotë ishte edhe një takim apo edhe një vizitë e cila ishte zyrtare e mëvetme e tij në Shqipëri, dhe sigurisht që pasoi edhe takimin e komunitetit politik evropian. Ajo e cila ju përmendët është e vërtet, duke patur parasysh edhe një kontekst më të gjerë të marrëdhënies së Shqipërisë me Britaninë e Madhe në lidhje me atë që është valët migratore edhe të kalimit të La Manshit, i cili ka qenë një nga problematikat kryesore ndërmjet Shqipërisë dhe Britanisë së Madhe në administratën e mëparshme në Britaninë e Madhe. Ashtu si që edhe u përmend edhe në gjatë takimit, ka një reduktim të vlerësueshëm të këtyre valve, të cilat kanë ardhur si produkti i një, do thoshja, komisioni të përbashkët që është ngritur për përballjen e këtij fenomeni. Megjithatë, ashtu siç edhe ju thash më përpara, ngritja e kampeve apo e qendrave të tilla është në diskutime sipër nga të gjitha vendet europiane tashmë, duke patur parasysh atë që është presioni brenda vendeve europiane, brenda popullatave të tyre, rritjen në të gjitha vendet, duhet thënë, ose në pjesën më të mirë të vendeve europiane, të atyre që janë presionet politike dhe të rritjes së partive të cilat janë në kundërshti të plot me fenomenin e strehimit të refugjatëve, dhe rrjedhimisht edhe qeverit europiane janë të detyruara që të gjejnë zgjidhje alternative për të akomoduar qëndrimet politike brenda vendeve të tyre, duke mos shkaktuar ato që janë trazira apo edhe presione sociale. Megjithatë, ky është një element që duhet parë, sepse edhe marrëdhënia apo e gjithë kjo situatë duhet parë edhe në kontekstin e të drejtës dhe të vendeve apo edhe në nivel europian, ashtu siç pati edhe probleme me Italinë, se deri në fazën e sheshimit apo e thuajse zgjidhjes së situatës ka patur problematika me gjykatat italiane, të cilat her pas here kanë ngritur jo vetëm shqetësime, po edhe vendime të cilat ishin në kundërshtim me vendimet e qeverisë Meloni. Emilio, një tjetër moment që ka marrë vëmendje, ndonse nuk lidhet ngushtësisht me ne, është përshëndetja e presidentit francez Macron me Erdogan, një përshëndetje midis tyre që mori pak kohë, duket sikur kishte një ngërç. Shikoni, të dyja, duhet thënë, në nivel politik janë dy vende të cilat janë shumë të rëndësishme. Do thoshja, për Europën, Franca është një nga vendet kryesore së bashku me Gjermaninë, të cilat udhëheqin në një farë mënyre politikisht atë që është Bashkimi Evropian. Nga ana tjetër, marrëdhënia me Turqinë ka qenë gjithmonë ka patur dhe ditët e mira, po edhe në fërkime me njëra tjetër, në flas të Francës, specifikisht me Turqinë, akoma mëtej edhe me rolin e zhvilluar tashmë të Turqisë dhe rolin e saj si rajonal, ashtu edhe në rritje tashmë me ardhjen apo rikthimin e presidentit Trump në detyrë, ku ka marrë Turqia po merr një rol shumë të rëndësishëm rajonal apo edhe ndërmjetësues. E shohim, siç u thash apo siç u përmenda, edhe rolin ndërmjetësues ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë, duke qenë ka qenë një vend i cili ka qenë në marrëdhënie të mira me të dyja këto vende. Por nga ana tjetër, sigurisht që, siç u thash edhe përpara, politika ka format e saj simbolike për të treguar dhe për të dhënë mesazhe të caktuara. Ka patur interpretime të ndryshme për këtë gest, megjithatë apo moment, megjithatë këto mund të jenë dhe rastësore, mund të jenë në atë aspektin pikërisht janë lider të cilët janë takuar me njëri tjetrin
mjaft dhe shumë herë dhe në këtë aspekt krijohen dhe marrëdhënie të cilat ndonjëherë shkasin apo nuk janë edhe brenda konturit të Erasmus përballë Melonit, për shëndetin që i bëri Macron, nga ana tjetër komente që dyshohet që Erdogan i dha Ramës për atletet. Jo domosdoshmërisht janë politike apo me një mesazh apo me një background nga mbrapa. Po, imazhi i liderëve të Bashkimit Evropian, po përmes inteligjencës artificiale. Ishte gjetje dhe ishte shumë e këndshme, duhet thënë. Po jo të gjithë qeshën. Erdogan nuk qeshi fare. Po Erdogan nuk qeshi në përgjithësi e shohim rrallë të qeshin në publik, kështu që ndërsa Meloni u shkëri. Do ishte e çuditshme nëse do e shihnin që të qeshte. Ka një format tjetër publik, megjithatë duhet thënë që ishte një gjetje e këndshme për të thellë edhe në pak atë që është roli në ngritje dhe inteligjencës artificiale, është pjesë e jetës tonë tashmë. Domethënë, për një periudhë kaq të shkurtër ka qenë një hyrje kaq e vrullshme në jetën tonë dhe do jetë akoma shumë më e madhe. Rrjedhimisht ishte një gjetje do thosh shumë e këndshme për të pikërisht për të ngrohur situatën dhe për të filluar takimet të cilat ishin zyrtare dhe panelet zyrtare. Presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen bëri prezantimin e paketës së re së sanksioneve nga BE, pra një paketë me 18 sanksione që shkojnë kundër Rusisë. Dhe kryesisht fokusi ishte tek energjia edhe tek financat. Shkakton kjo destabilitet në Europë? Shikoni. Sepse po duam të shuajmë konflikte dhe të stabilizojmë Europën dhe duket sikur thellojmë situatën. Nuk është kaq e lehtë që të shuhet konflikti. Dhe fakti tregoi që edhe me përpjekjen, do thoshja, të jashtëzakonisht shumë të madhe dhe presionin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që do thoshja është i vetmi aktor ndërkombëtar i cili mund të ushtrojë një presion të tillë ndërmjet vendeve, përsëri shohim që është mjaft e vështirë për t'i dhënë një zgjidhje për arsye të kompleksitetit të situatës, e cila nuk është vetëm në aspektin e territoreve që janë marrë, po është në çështje e sigurisë në përgjithësi dhe arkitekturës së sigurisë. Dhe arkitekturës së sigurisë jo vetëm të tanishme, por të asaj se si do jetë pas këtij konflikti. Pra se si do formatohet zonat e ndikimit dhe kryesisht zonat e ndikimit të Europës, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por dhe të vetë Rusisë nga ana tjetër. Dhe në këtë aspekt këtu më shohet edhe nga Rusia, pra nëse do shohim edhe mesazhet e djeshme të presidentit rus, do shohim që drejtuar Shteteve të Bashkuara të Amerikës, do shohim pikërisht këtë. Mesazhin që jep ne ju respektojmë, por duhet të respektoni dhe ju ato që janë zonat tona të ndikimit. Rrjedhimisht në këtë aspekt Europa është në një pozicion, do thoshja, të ndërmjetëm, edhe pse është në një aleancë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë treguar që mund të ecin përpara në negociata edhe pa Bashkimin Evropian, apo duke lënë, do thoshja, në hije në ato që janë negociatat parësore me Rusin, apo duke i dhënë edhe një rol dytësor. Por në këtë aspekt duhet thënë që Europa është më afër me konfliktin, Europa është më afër me Rusin dhe është më ndikueshme në të gjitha format, si në aspektin e sigurisë, qoftë në aspektin ekonomik, të ndikimit të krizave apo do thoshja konflikteve të tilla, të cilat kanë impakt të drejt për drejt në Europë. Rrjedhimisht kemi ose janë marrë dhe vendime të cilat do shohim deri ku do shkojnë për një riangazhim ushtarak të Europës në aspektin e riarmatimit të saj. Gjë që do të shojë pastaj edhe në diskutime të mëdha, është shpejt ende. Megjithatë, hapat e parë janë hedhur, hapat e parë madje janë hequr klauzolat e para që shtetet kanë patur për atë që është kufiri maksimal i kalimit të buxheteve në lidhje me jo vetëm armatimin, po me atë që është në përgjithësi investimi për sigurinë dhe për mbrojtjen.
Rrjedhimisht, nëse situatat do vazhdojnë të jenë në këtë drejtim, duke qenë se janë dinamike zhvillimet, e them këtë për arsye të qëndrimeve që do mbajnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe qëndrime të cilat lidhen me atë që është e ardhmja e rolit të saj në Europë, apo edhe rolit të saj me Rusin, kështu do formatohen edhe qëndrimet dhe politikat e Europës. Mos do shta pritja e liderëve dhe samiti në Tiranë në afron më shumë e Bashkimin Evropian, si premtimi bazë i këtij mandatit 4 që Rama mori. U dëgjua mjaft ajo që është e ardhmja e Shqipërisë apo edhe vendeve të Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian. Ajo që është e rëndësishme është angazhimi politik që ka marrë Shqipëria dhe në fund të fundit ajo që është akoma më e rëndësishme brenda këtij konteksti, që është procesi që dëgjojmë vazhdimisht, shqyrtimi i kapitujve, procesi screening, është një, do thoshja, vendosje në shina e të gjithë shtetit shqiptar dhe një vendosje apo një reformim i të gjithë shtetit shqiptar në mënyrë që të përshtatet me atë që është Bashkimi Evropian. Kështu që një e mirë e madhe edhe në këtë proces vjen edhe vetë për Shqipërinë natyrshëm për arsye të detyrimit që kemi për të përmbushur këto. Pastaj çështja e afatit do jetë 27, do jetë 28, do jetë 29, do jetë 30, do jetë 31, është një çështje që nuk varet vetëm nga Shqipëria, por varet në atë që është kryesisht, do thoshja unë, aspekti dhe vullneti politik i vendeve të Bashkimit Evropian, si në tërësinë e tyre, si në tërësinë e vetë Bashkimit Evropian si një organizatë ndërkombëtare, ashtu edhe të njësive të veçanta që janë shtetet në Bashkimin Emilio, Evropian. e fundit, a na përgatit kjo për samitin e NATO-s të 2027 dhe pritjen e Donald Trump? Na duhej ne përgatitja një samiti të kësaj natyre? Shqipëria e ka, do thoshja, është një samit i dytë të cilin përveç atij të një vitit shkuar, 2 viteve në mos gaboj, të Bashkimit Evropian, Shqipëria ka organizoi këtë samit të suksesshëm dhe tashmë e ka eksperiencën për të krijuar evenimente të tilla të një niveli të lartë politik. Rrjedhimisht nuk besoj se ka probleme, megjithëse do ketë probleme jo, po do jetë një sukses edhe takimi kur të ndodhi në 2027, megjithatë është larg, është një datë e cila do ketë zhvillime shumë të mëdha në aspektin e NATO-s, e them këtë, dhe të sigurisë, kështu që por ajo që është pozitivja është ikona e Shqipërisë dhe ajo se çfarë shihet nga kryesisht nga publiku ndërkombëtar për Shqipërinë. Nuk është çështja vetëm me aspektit të liderëve apo të politikës europiane, që kanë sensin e çfarë është Shqipëria, por më shumë të njerëzve të thjeshtë dhe në fund të fundit që të bësh pjesë e Bashkimit Evropian, nuk është vetëm aspekti i një vendimi politik apo i politikanëve europian, por është se si të pranojnë apo qasja që ke edhe vetë me qytetarin europian. Emilio, faleminderit. Pak po e sigurt që në samitin e NATO-s rrugët dojnë të blokuara si me samitin e Komitetit Kjo është e sigurt si kudo në botë. Faleminderit shumë për këtë. Ndërkohë ne kemi mbritur në fund, do duhet të shihemi nesër në 7:05, po mos harroni sonte në mbrëmje Ferma VIP.